Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Ky është episodi jon i 49. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje ose mirëmëngjes Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje të nderuar miq. Unë jam shumë falenderuese që jemi në një episod tjetër bashkë me ju, edhe ju ftojmë shumë që të vazhdoni të na mbështesni, të na ndiqni emisionin, podcastin ton, duke edhe gjithashtu duke bërë like edhe subscribe që s'e keni bërë akoma. Patjetër. Në momentin që ju do të shkoni këtë episod, besoj se do jetë një kohë tjetër, por ne jemi duke regjistruar këtë episod në orët e para të mëngjesit dhe mendoj që është koha më e bukur për të folur me shenjtorët e ditëve të mëvonshme dhe të njohim nga historia e tyre. Jam shumë interesuar, Enida, të di kush është ftuara jonë e radhës. Mund të na prezantosh, lutem? Tjetër, unë kam kënaqësinë që të prezantoj Lindita Bodllin. Ajo ka lindur në Tiranë, por me origjinë është nga Gjirokastra. Lindita vjen nga një familje prej 2 motrash dhe një vllai, edhe vetë është një nënë krenare e 3 fëmijëve, 2 vajzave dhe një djali. Ndryshe nga shumë tjerë, Lindita ka qenë ajo që trokiti në derën e misionarëve dhe kërkoi që të mësonte më shumë mbi Ungjillin. Lindita u pagëzua në kishën e Jezu Krishtit në lagjen e tretë, mos gaboj, në lagjen e dytë. Ja, po në lagjen e dytë, por ishim në kombinat në fakt. Okej, në kombinat. Sot ajo është një gjyshe e lumtur dhe e përkushtuar ndaj familjes, por mbi të gjitha ndaj Perëndisë. Një fakt interesant, ndoshta do ta zbulojmë edhe gjatë diskutimit. Të gjithë e njohin si Rita, jashtë kishe, ndoshta ne do të drejtohemi Rita. Mirë se erdhe, motra Bodlli. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi. Edhe shpresoj që të kalojmë një kohë shumë të bukur për të thënë atë që unë di edhe unë kam jetuar gjatë kësaj kohe të kishës. Mirë se erdhe. Jemi të lumtur që të kemi këtu. Faleminderit shumë. Okej, le të fillojmë me një herë. Besoj se ti e di që pyetja jonë e parë që i drejtohemi të çdo të ftuari është në lidhje me vendlindjen e tyre. Besoj se kjo është gjë më e rëndësishme, sepse aty rritemi, aty marrim si thua traditat, zakonet, mësimet e jetës. Siç e tha Nida, ndonse ti domethënë ke lindur dhe je rritur në Tiranë, ke dhe origjinë nga Gjirokastra. Mund të na flasësh pak për vendlindjen tënde dhe çfarë ke mësuar prej këtyre 2 vendeve të ndryshme? Po. Në fakt unë jam lindur në Tiranë edhe fëmia ime ka qenë shumë e bukur, domethënë. Unë kam 2 motra dhe ne jemi 2 motra dhe një vëlla që ai sot nuk jeton, kurse motra jeton në Greqi. Por domethënë unë gjithmonë kujtoj fjalët e Nefit kur ai e thotë që unë jam rritur me prindër të dashur dhe të mirë. Edhe ata kanë qenë, domethënë, dhe janë akoma sepse janë gjithmonë në zemrën time. Kanë qenë prindër shumë të dashur, më kanë edukuar me urtësi, me dashuri, edhe me shërbim, gjë që e kanë bërë derisa kanë qenë në këtë jetë. Ajo që mua më lidh me Gjirokastrën është se prindërit e mi janë nga Gjirokastra të 2, edhe në Tiranë unë kam bërë vetëm shkollën, më thonë si që bëhesh 9 muaj shkollë, kurse pjesën tjetër të jetës, më thonë basë shkollës e kam kaluar në fshatin Porongji të Gjirokastrës, që është vendlindja e babait tim, dhe aty kam shumë njerëz, dhe aty kam pasur në fakt nënën e mamas time, dhe pse mama ime nuk ishte nga i fshat, ishte nga fshati Porongji i Plesati Gjirokastrës, por për shkak se gjyshi im
është vrarë në luftë në 44-ën, Besim Hysa. Nëna gjyshja ime u rimartua përsëri dhe bashkëshorti jetonte në Prongji. Dhe në kohën që unë shkoja në fshat, rrethuar me shumë dashuri, si nga gjyshrit, si nga njerëzit e babit, kam kaluar një fëmijëri shumë të lumtur. Domethënë, më e lumtur kam qenë në fshat, domethënë se sa në Tiranë. Edhe aty merreshim me punë të ndryshme, në bujqësi, shkoja duhan, dhe pse isha e vogël, mblidhnim kallxat e grurit dhe shumë gjëra të tjera që në fakt këto i bënim edhe kur ishim në shkollë këtu, që bënim atë punën mbas shkolle 15 ditë, që nuk e si punë, nuk e di, se mbaj mend shumë mirë se çfarë quhej atëherë, por që e bënim, por që periudha më e bukur ishte në fshat. Edhe unë vazhdoj të shkoj, edhe pse fisim është pagzuar, e kam monet e pagzime. Dhe pse fisim po thuaj se kam ngelur shumë pak, për shkak se janë larguar nga kjo jetë, dhe here e fundit që kam shkuar ka qenë para 7 muajsh. Në fakt shkova se patëm një ndarje nga jeta të nusës dajës tim, por që kujtoj që është vendi që e dua akoma dhe më shumë, dhe më shumë se Tiranën. E kam thënë këtë edhe nuk e mohoj kur. Që nuk di që të them më shumë, por ta përmbledhësh jetën aty është një mrekulli. Është vërtet. Unë kam pasur mundësinë që të jem në Gjirokastër dhe është një nga qytetet më të bukura në jug të Shqipërisë. Edhe siç thonë është qyteti i gurit, por diçka që karakterizon Gjirokastër janë njerëzit, dhe unë jam habitur nga mikpritja që njerëzit kishin dhe sa generoz ata ishin, dhe është një gjë shumë e bukur. Edhe po mendoja tani që ta pyesja Linditën çfarë do të ndodhte ty ose me jetën tënde nëse ti do jetoje në Gjirokastër. A ke imagjinuar për këtë si do ishte jeta jote? Në fakt kam pasur, sepse historia e mamit tim është goxha e vështirë, mbasi ajo u rrit, domethënë gjyshi im, jo fiks gjyshi im, po burri i nënës i gjyshes time, vinte nga 2 martesa që gratë e tyre kishin ndruar jetë edhe ai kishte shumë fëmijë. Edhe kur martuar gjyshen time, nuk e donte mamin tim, për shkak të varfërisë e për shumë gjëra, si në fshat, domethënë se çka qenë atëherë. Dhe mami im u rrit në shtëpi të fëmijës këtu në Tiranë. Edhe një vlla i gjetur, po ta quajmë i mamit tim, nuk kishte fëmijë dhe ai dëshironte të më merrte mua të jetoja në Gjirokastër. Por që nuk më lan prindrit. Por them që nëse unë do jetoja në Gjirokastër, mendoj që do të isha akoma dhe më e lumtur. Për shkak të dashurisë së atij vendi, për shkak të njerëzve, për shkak të mirësisë edhe gjithçka që ata më jepnin. Kështu që thash, nuk më ka pëlqyer kur Tirana dhe akoma nuk më pëlqen, dhe po të më thonë që shko në Gjirokastër, shkoj edhe për të shërbyer shkoj, por thjesht të largohem nga Tirana. Ndoshta edhe unë kam ndjerë shpesh, tani jam mësuar, po ndoshta nga që Tirana është e rrëmujshme dhe jeta duket shumë kaotike. E ndonjëherë është më mirë në qytetet më të vogla, janë njerëzit më të mbledhur, njohin njëri tjetrin. Por Lindita, unë do doja që të na tregoj pak dhe si e njohur me kishën, se ti kur kemi folur ke përshkruar momentin kur vendoset merr mësime nga misionarët, si një takim me 3 ëngjëj, ashtu i quajnë misionarët. Na trego pak për atë ditë kur i takove, si ndodhi takimi. Në fakt historia e njohjes me ata ëngjëj për mua ka qenë mamaja ime jetonte afër kishës, edhe aty ishte motra Donika Kashari, që ishin shoqe të dyja.
Edhe Modra Kashari i fliste gjithmonë nënës time. Ato bënin shumë muhabet me njëra tjetrën, edhe nëna ime tregonte jetën e vështirë që unë po kaloja. Dhe Motra Kashari gjithmonë i fliste për kishën. Edhe mami im një ditë më thotë që o Rita, thot, më flet një grua këtu që për një kishe kështu. I thashun, po si janë ata njerëzit e asaj kishe, i diti? Jo, tha, po i kam parë, tha, që kalojnë këtu, janë ca të shumnat bukur, me këmishat bardha, me kollare, kanë një shenjë këtu. Unë këta misionari kisha parë në këtu afër shtëpisë time, por nuk e dija çfarë ishin, duke menduar që shumë fe po vinë, shumë njerëz po predikojnë, dhe shumë e stresuar në jetën time, domethënë kam qenë vetëm krapune në shtëpi, me 3 fëmijë që duhet kujdesesha edhe për shkollën, edhe për gjithçka. Dhe i thashun, po, i kam parë një 3 çuna, janë shumë të bukur, i thash. Dhe kaq ka qenë biseda. Dhe një natë, unë punoja në Furbuke, dhe kam punuar për 10 vjet, edhe filloja punë orën 7 darkës deri në 7-8 mëngjesit. Dhe një natë i them një shoqes time që mo janë ca çuna shumë të bukur që e kanë shtëpinë këtej atan. A shkojmë të flasim kot, se më ka thënë mami im që janë njerëz të mirë. Dhe mbasi zura brumi, që për të bërë bukën domethënë, vi në shtëpi për të marrë ushqimin tim edhe të shkoj direkt te këta misionarët me këtë motrën, me këtë shoqen time. Dhe i bie derës, dhe ka qenë ora 9 i darkës. Dimër, ka qenë janar, dhe ata rinën në një shtëpi 2 katëshe, i bie derës dhe dalin të 3. Dhe thashun, ua, po këta të 3, më bëri përshtypje. Dhe më thanë, çfarë keni, si mund të ndihmoj? Që në atë moment, domethënë, ishte një goditje në zemrën time. Dhe i thash, unë dua të di më shumë për ju dhe çfarë bëni ju. Dhe ata më thanë që të lutem, a ka mundësi nesër, sepse ne kemi të ndaluar që të mund të flasim në këtë orë me ju. Dhe e lam për të takuar të nesëmën, edhe i ftova në shtëpinë time. Në fakt kam shumë foto, kam 2-3 albume që i kam dhe këtu në tavolinë me misionarët. Nuk di, janë një mrekulli për jetën time, të gjithë ata që kanë shkuar dhe kanë ardhur, domethënë. Dhe të nesër në takuam dhe folëm, në fakt nuk kuptova asnjë gjë, ata më flisnin për kishën, por që mendja ime ishte të gjërat, domethënë, e botës, domethënë, si do ushqej fëmijët, si do shkojnë në shkollë, e gjërat të tjera. Pata vështirësi nga ana e bashkëshortit për shkak se ai nuk donte njerëz në shtëpi, edhe në atë periudhë këtu në kombinat ka qenë një dhomë e vogël, vetëm një dhomë, ku misionarët mblidheshin. Dhe fillova që të merrja mësime me misionarët, pa pyetur shumë, domethënë dhe pa i kuptuar fare se çfarë ata më thoshin. Vetëm thoshja, po, jam dakord, po, jam dakord. Dhe mbasi mbaruam mësimet për shumë shpejt, domethënë, shumë shpejt, të 6 mësimet, vendosëm të pagëzoheshin. Dhe pagëzimi ishte në lagjen e dytë. Ka qenë në mars, në 8 mars, në 18 mars të vitit 2000. Edhe
do të thënë, di që shpirti më gufonte. Edhe e kam atë kujtim, nuk di, kjo është fotua ime e pagëzimit. Në fakt, vjen keq që nuk i mbaj mend emrat, por ky është misionari që më pagëzoi dhe që e kam takuar mbas 23 vitesh. Edhe këta ishin ëngjëjt që më shpëtuan edhe e nxorën shpirtin tim në dritë. Edhe falenderoj pafundësisht gjithë misionarët edhe ata që kanë qenë, por edhe ata që janë për punën e tyre. Edhe i dua shumë. Unë mendoj që të ka përgatitur Zoti që të pranosh mesazhin, se realisht zakonisht janë misionarët që trokasin në përdyert e njerëzve dhe na ndalojnë në rrugë, por ke qenë ti që ke shkuar dhe ke trokitur te dera atyre. Mendon ti që Zoti të ka përgatitur për të marrë ungjillin këtë pjesë të jetës? Besoj se po. Besoj se po, sepse e njëjta gjë më ka ndodhur edhe me vajtjen në tempull. Vërtet, unë kam shkuar mbas 10 vjetësh që isha pagëzuar, për shkak të, më thënë, burim ka qenë gjithmonë kundër, dhe thoshte gjithmonë që ku i ke futur fëmijët, i ke mbytur fëmijët, nuk i pranonte misionarët, nuk donim që ne të shkonim në kish. Dhe kulmi ka qenë kur ai ka grisur gjithë shkrimet e shenjta. Dhe aty ka qenë fundi jon, domethënë. Unë vendosa të vazhdoja rrugën e Zotit, dhe ai vazhdoi në historinë e tij për të shkëputur fare nga mua dhe nga fëmijët e mi. Më thonë, mori një vendim drastik. Për mua, edhe për këtë isha e përgatitur, por dhe kur kam shkuar në tempull mbas 10 vjetësh, unë nuk e dija si visheshin rrobat, unë nuk e dija se çfarë kishte, se çfarë do ndodhte, se çfarë do bëja. Por unë që në fillim që kam hyrë aty dhe kam marrë veshjen e tempullit, pa më thënë njeri se si duhet të vesheshin, unë i kam veshur ato dhe kam qenë sikur kisha qenë dhe herë të tjera në kish. Edhe kjo ishte, nuk di, domethënë Zoti më kishte ruajtur për këtë kohë. Edhe e dinte që zemra ime ishte e mbushur plot me dashuri. Edhe mendoj që më kishte përgatitur rrugën. Hap pas hapi, siç thuhet në shkrimet e shenjta, hap pas hapi. Kështu që falenderoj pafund. Patjetër që po, me siguri. Ne pam atë foton, ti nuk ishe pagëzuar veten, se kishte edhe njerëz tjerë, do doja që na tregoje pak edhe për pjesën e pagëzimit, ditës pagëzimit, ndikimin që ka pas kjo si përvojë në jetën tënde. Në fakt, ne shkuam që pagëzuam në lagjen e dytë, kishte njerëz na mirë pritën, por ajo që mua më gëzonte më shumë ishte sepse neve thash kishim një si deg të vogël në kombinat, edhe ne ishim gati 30 antar, edhe bashkoheshim jo vetëm të dielave, por bashkoheshim edhe gjatë javës, sepse misionarët bënin shumë takime me antarët, si duket ishte ajo puna e tyre për të na mbajtur shumë pranë. Dhe në momentin që ajo ndërtesë u prish, ne kaluam në lagjen e dytë, edhe shumë pak nga ata antarë që ishin në këtë kanë mbetur në lagjen e dytë, domethënë kam mbetur unë, vajza ime
dy fëmijët e tjerë jo, njëra vajzë dhe djali jo. Motra Kuqi, që është 88 vjeç tash, edhe asnjë tjetër nga 30 ca veta që neve ishim. Edhe kjo ka qenë ndoshta ajo forca më e madhe që më ka shtyrë të vazhdoj përpara, për shkak të shumë gjërave që po ndryshonin jetën time. Domethënë gjendja ime financiare ishte po ajo, problemet e mia familjare ishin po ato, por gjendja ime shpirtërore ishte shumë e lartë. Edhe unë fillova që ti merrja gjërat më me qetësi dhe të duroja akoma më dhe më shumë. Po, ndërsa ti po flisje Lindita për eksperiencën e pagëzimit, kjo është eksperienca që ne shpresojmë që të gjithë të kemi, është ndryshimi i jetës, është një fillim i ri, një kapitull i ri i jetës, edhe me sa duket ka patur një ndikim shumë të rëndësishëm në jetën tënde. Ti foli gjithashtu dhe për tempullin, unë thjesht dhe atë bëj një koment aty sepse më pëlqeu shumë ajo që ti the që pavarësisht se ti nuk e di çfarë bëshe në tempull ose si visheshin gjërat, ti shkova atje dhe ti bëre gjërat sepse të dukeshin shumë si thua të familjarizuara, edhe ky është ndoshta qëllimi i tempullit, kur shkojmë atje ndihet si shtëpia jonë qellore. Edhe është një gjë shumë e bukur. Do flasim për këtë gjë pak më vonë, po doja që të ndaleshim tani të flasim për përvojën tënde në lagjen ku ti e rritur në Kish. Siç na ke thënë ti ke shpenzuar më shumë kohën e jetës tënde në lagjen e dytë në Tiranë. Doja të dija me fjalët e tua si ka qenë ndoshta mikpritja nga anëtarët, si ka qenë komuniteti aty në atë lagje, çfarë ke ndier ti nga anëtarët që të kanë mbështetur në rrugtimin tënd të besimit. Në fakt, kur kam shkuar në lagjen e dytë, mbasi u shkëputëm nga kombinati, ndoshta isha unë gabim dhe besoj kam qenë unë gabim sepse nuk e ndjeva atë dashurinë që ndjeja këtu në kombinat. Ndoshta sepse atje ishin shumë veta, nuk di, domethënë nuk dua ta gjykoj këtë pjesë, më shumë e dhot e vetja, edhe nuk e pata atë ndjenjën që kisha dhe u largova për gati 1 muaj e gjys, 2 muaj nga kisha, dhe ishte nëna ime që vazhdonte dhe më thoshte po pse nuk vjen, pse nuk shkon në Kish, sepse kur shkoja në Kish unë kthehesha te mami im, që hanim drekën me fëmijët. Pse nuk shkon në Kish? Ata nuk më duan, nuk më përqafojnë, domethënë ishte ajo ndryshimi që unë ndjeva, edhe them ka qenë gabimi im sepse kisha është e Zotit, edhe ne shkojmë për Zotin, edhe nuk shkojmë, por mbas fjalëve të nënës time unë u rikthea përsëri me fëmijët e mi, me të 3 fëmijët, dhe fillova që të shikoja tek vetja më shumë se ku isha unë, edhe që më lidhte mua me këtë ndërtesë. Dhe pastaj më dhanë thirrjen e parë, që ishte si mësuese e shkollës së dielës, edhe ka qenë përvoja ime më e bukur, po më e vështirë, për shkak se mendoja që këta njerëz kanë shumë vite këtu, dhe kush jam unë që t'jap mësim, se unë s'di t'jap mësim. Dhe pengesa më e madhe ka qenë sepse, jo pengesë, po sfida më e madhe ka qenë sepse unë jepja mësim njëkohës me vllajin Juba, presidentin Juba sot. Edhe përgatitja e tij ishte sepse ai kishte qenë dhe president në lagjen e Durrësit. Dhe thoshja nuk mundem më, por fjalët e vllajt Juba kanë qenë, dhe e kujtoj gjithmonë, edhe tani që unë kam kontakt shpesh me të për shkak të thirrjes që kam, që ai më jepte gjithmonë kurajo që unë të vazhdoja. Kështu që nuk e lash më kishën për asnjë lloj arsye, Edhe kur nëna ime ndroi jetë, unë kam shkuar në Kish, edhe kam kënduar, dhe kam qarë, sepse
ishte një him që thoshte a kam, se mbaj mend atë, po kam një nën dhe një bab lart në qiell. Kur prap të takohemi. Ky him ka qenë ditën që unë jam kthyer në kish. 3 ditë kishte nëna ime që kishte ndruar rrje dhe kam kënduar këtë këngë. Edhe është kënga që unë e dashuroj. Kështu që kjo ka qenë, domethënë, Zoti, mendoj gjithmonë që Zoti më do shumë, edhe më ka lehtësuar rrugën, më ka lehtësuar sfidat dhe duke ditur që ai mban gjithmonë barat e mia. Po do thoshe sa gjë e bukur, domethënë që nëpërmjet një himni ti u frymëzove, që kuptove rëndësinë e të qëndruarit në kish, edhe pavarësisht problemeve apo ndoshta sfidave që ne hasim. Siç ti e di shumë mirë Lindita, po dhe shumë dëgjues që na dëgjojnë tani, disa ose mund të them shumica e antarëve, shenjtorëve ditëve të mëvonshme, përballohen me këto sfida të tilla që nuk shpërshtaten me lagjen apo njësinë ku ata janë. Dhe unë frymëzohem nga ndoshta guximi që ti pate, besimin që ti gjithsesi të qëndroje. Çfarë ndoshta këshille mund t'i jepi atit personi që po vuan për momenti, si thua, për të qëndruar i fortë në besim, sepse sfidat, domethënë që ai ka është në lidhje me përshtatje me njësinë apo lagjen ku ata shkojnë. Unë fakt e filloj që te fëmijët e mi, unë kam një djalë 33 vjeç që është një djalë shumë i mirë, është një djalë i përullur, i folshëm, i flet të gjithë antarëve ku i shef. Dhe ai është për të njëjtën arsye është larguar. Dhe kam kërkuar goxha ndihmë nga priftëria, mos ta lën kishën. Zoti ka një plan për gjithë ne. Sfidat janë për ne. Kujtoj vuajtjet e Joseph Smithit në burg, kur ai pyeti Perëndin, e kam këtë në çdo sfidë që kaloj, ja them edhe vajzës që është e rregullt në kish. Kujtoj gjithmonë thonin e Joseph Smithit kur ishte në burg, që thot, o Perëndi, ku je? Edhe unë e di që Perëndia është gjithmonë afër nesh, edhe na i di sfidat, na i di hallet. Por ajo që unë mendoj është që pavarësisht sfidave, ne duhet të durojmë. Duhet të durojmë nga njerëzit si brenda kishës, por edhe nga ata jashtë kishës. Por kur vjen sfida nga brenda kishës është më e vështirë, këtë e kuptoj, se e kam përjetuar vetë, por besimi që ke, bekimet që ke marrë, mësimet e këtij ungjillit duhet të bëjnë që të ecësh përpara. Të ecësh përpara pa pyetur dhe t'i lësh mbrapa gjithçka që të është thënë ose ke dëgjuar. Kjo është në fakt mbas shumë kohësh u hap përsëri një degë vogël në kombinat. Dhe këtu janë disa nga antarët e pakët, por përsëri kjo u mbyll. Kjo është mbesa ime. Kjo është mbesa ime, e cila e ka shtëpinë aty afër kishës, domethënë ishte afër kësaj lagje, dhe këtu ishte kur ishte mbas pandemisë që u hap. Por përsëri është mbyllur për shkak se njerëzit nuk vinin. Edhe kam 2-3 albume me foto të misionarëve që vinin në shtëpinë time, dhe pse isha në një dhomë, ne mblidheshim për Krishtlindje, e merja 6 misionarë dhe 2 motra në një dhomë shumë të vogël, se tani jam zgjeruar, për fat mirë, Zoti mbas 16 vjetësh më ka zgjeruar.
Më thënë, jeta e kishës është jetë e gjallë. Le të mendojmë që Krishti është i gjallë edhe jeta në të është e gjallë. Kaq ditë them, domethënë nuk kam më çfarë të flas për këtë mrekulli që është në këtë kishë. Jam jashtëmase e bekuar, jam jashtëmase e lumtur. Është një kish mrekullish. Ti gjithmonë i përmend misionarët edhe punën misionare, gjithashtu unë di që ti shërben shumë. Më trego pak çfarë mendon për punën misionare. A mendon që është vendimi mirë apo i duhur për të rinë dhe të rejat? Është shumë i duhur, është shumë i duhur. Unë po përgatitem hap pas hapi për ta bërë këtë vetë. Sepse vajza Nervila, që është në lagjen e tretë, e ka dashur ta bëjë një mision, por për shkak të rrethanave shumë të vështira familjare, do ta them këtë, shumë të vështira familjare, ajo nuk mund të largohej. Në këtë rast ajo vuri më vuri mua para Zotit. Por ndoshta ashtu e mendonte në rininë e saj, që unë duhet të mbrohesha më shumë për shkak të shumë gjërave që unë jetoja në këtë shtëpi, sepse jam përpjekur për mos ta shkatroj familjen, sepse e kam dashur të familje, por Zoti përgatiti gjithçka me lehtësi edhe për këtë më vjen keq që Nervila nuk e bori një mision, sepse ka qenë shumë e rregullt. Ja ku e kemi Nervilën. Edhe kjo ka bërë shumë punë misionare kur ishte këtu në familje. Kurse tash që ka familjen e vet, shpresoj që dhe ajo një ditë të mund të shkojë me bashkëshortin e saj. Për të bërë, por puna misionare është shumë e rëndësishme dhe ne kemi shumë nevojë, sidomos për djemt dhe vajzat shqiptar që ta bëjnë misionin këtu, në vendin e tyre, kemi nevojë. Dhe kur e bëjnë jashtë të mund të kthehen në Shqipëri, sepse kemi shumë nevojë për dëshminë e tyre, për eksperiencat e tyre. Nuk di, domethënë puna misionare për mua është shpëtim jete. Kudo, dhe këtu edhe Matanvelit, siç shkojmë në tempull që bëjmë punë. Është vërtet se ne pa misionarët nuk do ishim asnjëri këtu, edhe është. Unë jam shumë e gëzuar që ti do të shërbesh një mision, është një shembull shumë i madh për mua personalisht, po mendoj për të gjithë, edhe sidomos për ata që janë rreth moshës tënde, edhe që me patjetër duhet të bëj një mision sepse është një gjë e mrekullueshme. Unë kam parë gjithashtu që ti shërben shumë, pavarësisht se nuk je në mision, gjithmonë je e gatshme për të bërë thirrjet edhe jo vetëm aq, gjithmonë je në kish apo në aktivitete, edhe pse mund të kesh gjërat e tua dhe probleme nga më të ndryshmet. Çfarë të nxit që të shërbesh kaq shumë brenda jashtë kishe? Siç e thash, unë jam rritur me prindër që në mënyrën e tyre kanë shërbyer shumë. Domethënë dera jon, dhe pse kishim një dhomë gushin, ishin të vogla dhe ne ishim 5 veta, dera jon ka qenë gjithmonë e hapur për njerëzit që vinin që nga Gjirokastra, ndoshta për të fjetur një natë, ose ndoshta për të fjetur një javë, ndoshta për sfidat e tyre, smundje dhe gjëra. Dhe ka qenë gjithmonë e hapur. Unë mbaj mend që mami im ka një motor me nën, dhe për ta hequr nga fshati e solli në Tiranë, edhe ajo bëri shkollën e mesme këtu në Tiranë, në shtëpinë tonë, dhe aty pastaj u njoh me bashkëshortin e vet, dhe bëri dhe shkollën e lartë, po në shtëpinë tonë, bashkë me bashkëshortin e vet, në një dhomë gushin, që tani duket si një ëndër. U martua dhe bëri dhe një fëmijë dhe ishte prapë në shtëpinë tonë, edhe ne flinim në shesh
për t'i respektuar dhe ne tjerë të flinim në shesh, por ishte ajo dashuria e madhe edhe ai shërbimi që në atë kohë nuk e kuptonin. Kështu që unë kam një shembull shumë të mirë. Edhe që të shërbesh për mua është jo thjesht dashuri, po është një vetmohim, është një ta vësh veten në vendin e atij tjetrit dhe të jesh një me të. Më pëlqejnë vargjet tek Mojsia 18, vargjet 8, 9, 10, ku i kujtoj gjithmonë, këto janë vargjet, i kujtoj gjithmonë se janë vargjet kur shumë njerëz që besojnë tek Alma pak gëzohen në orët e mormonit edhe për t'i përmbledhur aty thuhet që ju të vajtoni me ata që vajtojnë, të ngushëlloni ata që ngushëllojnë dhe të jeni dëshmitar në të gjitha kohrat, në të gjitha vendet për të pasur atë jetën e përjetshme. Edhe dëshmia që kam unë nga thirrja është që kur isha presidente e shoqatës ndihmës në lagjen e dytë, kam shërbyer për gati 5 vjet në atë. Unë kam pasur shumë probleme me këmbët, por shumë probleme me këmbët. Dhe e di që çdo të shtunë do isha në kish për të qenë në pastrimin e kishës me njerëzit që mbështeteshin nga kisha, nga ana financiare. Do isha më merr një herë presidenti në Gjoliku, që është në Amerikë. Ai ishte që më dha këtë thirrje. Nuk e di ku e pati besimin tek mua, se unë s'kisha besim që mund të bëja një thirrje kaq të rëndësishme. Dhe ai më mori në telefon dhe më tha që një motor është po rregullon shtëpinë dhe kishte antar meshkuj që po ndihmonin në hidraulike, në gjëra që tani nuk e di pse nuk po ndodh. Dhe unë shkova për të pastruar. Por ai më tha motor ti nuk duhet shkosh se ke probleme, por duhet marrësh një motor tjetër, 2 motra, ti marrësh në telefon. Në momentin që ai më mori, unë kam qenë në kombinat për të ardhur në shtëpi, ka qenë ora 3:30. Unë kam lënë çantën në shtëpi dhe nuk kam marrë asnjë telefon, por kam shkuar vetë e motor dhe nuk e di si kam gjitur shkallët, nuk e di se si kam punuar dhe nuk e di se si kam ardhur në shtëpi prap. Dhe pse kisha sfidat në jetën time. Por isha sikur fluturoja. Kështu që të shërbesh është lehtësim bare në radh parë për ty, pastaj për tjerët. Pastaj thirrja tjetër që është akoma dhe më e bukur është kjo thirrje që un kam pas dhe thirrje në fillore si presidente e lagjes dytë. Dhe aty për shumë kohë, pastaj më dha thirrja, më thënë mos shërbet po deshe. Parimi im është që, siç thot Perëndia, që të jemi si këta ëngjëj, të vërtet, të drejt, të sinqert, edhe pa parë më se je smur apo je e madhe në moshë ose por bëu si një ëngjëll, thot Zoti. Edhe është vërtet mrekulli. Dhe thirrjen që kam tani në Kunj si presidente e fillores në Kunj është një thirrje që ma ka lehtësuar akoma dhe më shumë jetën. Është mrekulli. Kështu që faleminderit Zotit. Faleminderit pafundësisht që më mban krah. Është ai që më mban, nuk jam unë. Këtë e kam kuptuar dhe nuk jap dot më shpjegime për këtë. Duket mrekullim të gjitha ajo që ke treguar, po vërtet është, unë mendoj që sikur gjithë shërbenin kështu si ti, sa të bekuar do ishim, sa të lumtur do ishim, edhe njerëzve tjerë do t'i jepnin shumë lumturi, është një shembull shumë i madh. Faleminderit që shërben kaq shumë. Faleminderit. Tani le të ndalemi në një temë tjetër, besoj nga temat më të vështira të jetës tënde për të diskutuar, po flas për atë moment ku ti vendose që të emigroje jashtë vendit,
pikërisht në Greqi, dhe ti na ke thënë që jeta jote ka qenë shumë e vështirë në atë kohë, ti ishe një prind i 3 fëmijëve dhe tu desh që të lije fëmijët me prindërit e tu për një farë kohe që ti të shkoje dhe të siguroje si thua jetesën për ta. Nuk e di se si ka qenë kjo sepse nuk jam prind vetëm, por e di që është një sakrificë tepër e madhe që ti lësh fëmijët pas edhe për të kërkuar një jetë sa më të mirë. Kështu që doja ta dija nga fjalët e tua si ka qenë ajo eksperiencë për ty. Ka qenë viti e vështirë është për të, sepse mendoj që jo se nuk duhet kujtohen këto gjëra, por duke ndjerë gëzimin e këtij ungjillit, mendoj që duhet i harroj fare. Por që ka qenë një periudhë, në fakt jeta ime që kur u martova ka qenë periudhë shumë e vështirë. Por që kam pasur gjithmonë prindrit pranë që në asnjë moment nuk më kanë braktisur. Por atëherë nuk e kam kuptuar që nuk ishin vetëm prindrit, por ishte edhe Zoti kishte ëngjëj mbi kokën time që më ndihmonin për këto. Edhe në vitin 90, unë kam pas punuar në shumë punë në fakt, por në 90-ën unë punoja si kontroller cilësie në fabrikën e Qelshit bashkë me bashkëshortin tim. Edhe ajo u mbyll për shkak të shumë gjërave që ndodhen në Shqipëri, edhe neve dolëm në asistencë të dy, dhe ishte një asistencë shumë e ulët, kështu që ishte e pamundur që veti 5, për shkak se bashkëshorti im për fat keq ka qenë shumë dembel. Edhe nuk kisha më mundësi që të mund të ushqeja fëmijët e mi, ata ishin të 3 në shkollë, kështu që unë kam akoma motrën në Greqi, edhe më e vështira ishte sepse vllai im 6 muaj kishte që ishte martuar, edhe unë duhet të ikja me vllain tim për të më shoqëruar dhe për shkak të opinionit. Se ku po shkon kjo femër vetëm 3 fëmijë. Edhe kam shkuar te motra ime për të pasur një të ardhur më të mirë. Ka qenë shumë e vështirë largimi, ka qenë shumë e vështirë ndenja atje, kam përjetuar gjendje ankthi për shkak se mendoja unë po jetoja në një vend që kishte ushqim, dhe fëmijët e mi këtu duhet jo se nuk do hanin, sepse prindët e mi i mbanin ata, por nuk do hanin ato që po haja unë. Edhe fillova mos të haja, fillova që vetëm të qaja, edhe përfundova në spital, dhe me motrën time, dhe një pyetje që bëri mjeku në spital, i thot motrës time, ku jeton, është e martuar, s'është e martuar, dhe motra ime i thot që po, është e martuar, ka 3 fëmijë dhe i ka lënë në Shqipëri. Atëherë mjeku i thot që kjo nuk ka nevojë për mjekim, por kjo duhet të dali sa më shumë, volta i thoshin grekët atëherë, të dali sa më shumë, unë isha në një ishull në Karpathos të Greqisë, të dali sa më shumë edhe të jetë shoqëruar sa më shumë. Dhe ajo që motra ime bëri ishte që më gjeti edhe 2 punë të tjera, domethënë unë ngrihesha që në 5 të mëngjesit, shkoja pastroja një lokal, mbas lokalit shkoja pastroja një dyqan akulloresh, dhe pastaj vinte pronari bashkë me një shqiptare tjetër në orën 8 të mëngjesit, edhe na merrshin në makinë dhe iknim në një rrugë prej 1 ore gjysmë për të shkuar në një hotel, dhe punoja në hotel deri në orën 4:30, 5 mbas dite, dhe pastaj kthehesha përsëri tek motra ime. Dhe kjo më ndihmoi, sepse në hotel, domethënë kishte të bëje me shumë njerëz, dhe pse s'dija gjuhën, por nuk e di pse ata njerëz jepshin aq shumë dashuri, nuk
nuk e kuptoja në atë kohë, sepse mendja ime ishte vetëm te fëmijët në Shqipëri. Dhe kam ndetur 6 muaj. Dhe mbas 6 muajsh jam kthyer me një për këta jetoj edhe jam shumë e lumtur që më duan. Më vjen keq se ndoshta nuk i kam plotësuar gjithë dëshirat e tyre në familje, por i kërkoj falje pafundësisht. Por e di që po përpiqem fort tani që të jem pranë tyre dhe të shërbej fëmijëve tyre. Dhe kur ishte pamundur që si në këtë periudhë që jam smur, kam qenë smur dhe periudha tjera, nuk i tregoj kur që jam smur. Edhe duke shërbyer e di që shpirti shërohet. Dhe jam e lumtur për dashurinë që më japin. Jam e lumtur shumë. Mendoj që ti ke bërë maksimumin tënd, që prindi i kanë këndinjat e fajt, po ke bërë më të mirën që ke mundur, edhe jam përpjekur, ke rritur atë fëmijë. Po, sepse kur u ktheva nga Greqia, gjë e parë që bëra, i çoja në kurs për anglisht, do thënë i shoqëroja nga këtu deri te Nënkaçi, ka qenë atëherë të dyja vajza, edhe prisja 1 orë gjysmë sa e mbaronin atë dhe kthehesha prapë mbrapsht. Do të shkoja në punë në darkë, edhe e dis nga ky veprim u ndiqën Ervila, mori shtys të përkthente historinë e kishës kur ishte në anglisht, sepse unë jepja mësim në orën e dytë edhe jepim doktrinën e beslimit në atë kohë, edhe historia e Smith ishte atëherë në anglisht. Edhe nga kjo eksperiencë e asaj që më ndihmoi mua, Ervila fitoi vendin e punës sot, që është përkthyese në kishë. Kështu që më thonë sepse ajo e përktheu atë libër edhe ne shkuam te presidenti i misionit që ishte atëherë, edhe ja dhamë këtë libër edhe i thamë që ne duam që ky libër të botohet për antarët, nuk duam pagesë, thjesht të botohet që të kishin mundësi njerëzit të dinin për historinë e Joseph Smithit, që faleminderit Zotit që e kemi njohur dhe që jemi sot për shkak të tij që kemi librin e Mormonit. Edhe më pas po presidenti i misionit ishte lidhur me, nuk e mbaj mend për çka qen se i huaj, me një që ishte me këta të përkthimit, edhe e morën Ervilën në intervistë dhe Ervila fitoi, pavarësisht se kishte një dek tjetër për punë sociale në Bashkëkohën e Lartë, ajo vazhdon të jetë edhe e bën me shumë pasion edhe e do shumë punën e vet. Kështu që është janë këto bekimet që nganjëherë thua si ma solli Zoti për ata që nuk e njohin. Më solli këtë, por këto janë bekimet që vijnë nga ajo që ti bën ose nga ajo që Perëndia do për të lehtësuar ty barat e tua. Dhe me sa duke Lindita, në të pavarësisht se sa vështirë jeta ka qenë, ti ke mësuar mësime shumë të vlefshme, i rritur si person edhe të ka afruar shumë tek Perëndia, sepse thonë që njeriu më i afruar tek Perëndia është njeriu që ruan më shumë, sepse atëherë po, bravo, e ndjen domethënë nevojën e tij në jetën tënde. Po siç e dim ne ti tani je një gjyshe, ke një përembesa, edhe është një bekim akoma më i madh sepse ke një si tip trashëgimi aty. Tani që ke dhe njohurinë e Ungjillit të Jezu Krishtit, çfarë ndoshta mësimi do t'i leje pas për niprit e mbesave tu, si tip trashëgimie?
unë kam shansin të paktën me këta 3 fëmijët e mi që më thënë, unë kam 4 nipa edhe një mbes. 2 nipa janë të vajzës madhe që prandaj jam e lumtur që Nervila është martuar, do më thënë, edhe Nervila nuk është se kishte burin antar, por kushti që i buri bashkëshortit edhe ishte punë e Zotit që ai e pranoi ungjillin, se nuk mund të them për Nervilën direkt, ishte që të vazhdonte shkollën edhe të lidhej me kishën. Edhe kurse vajza e madhe që nuk e ka burim në antar kishe, nuk vjen më. Kisha e ka 2 fëmijë dhe ajo jeton në Sauk të vjetër. Unë kam çuar një libër mormoni aty, edhe përpiqem që të flas kur ka diçka që vjen në temë për të folur. Kurse për këta që unë i marr për ditë nga shkolla, është më e lehtë për mua për çdo ngjarje që ata thonë, unë t'ja Shikoj që e prekur pak, po unë fatmirësisht i njoh këta të tre, janë shumë të mirë dhe kam parë sa shumë përkujdesesh ti për ta, madje ju flas gjithmonë. Kur më thonë që o nëna, ky shoku më tha kështu, ose kjo shoqja më bëri kështu, gjithmonë e lidh, i them, ne shkojmë në kish, edhe Zoti na mëson që ne duhet të duam dhe t'i pranojmë njerëzit, edhe t'i falim. Më vrau, më thoshte nipi, ky Johani, po më vrau me çantë nëna. I thash, ti duhet t'i thuash që mos më qello. Edhe jam përpjekur shumë, sidomos me Abigailin, sepse unë i kam ndjekur gjithë mësimet që Abigaili ka bërë për t'u pagëzuar. Se thash, Nervila me punë, me 3 fëmijë, edhe Lia gjithmonë takim vetë me misionaret që të bënin mësim, dhe nga misionaret Abigaili mësoi edhe pianon. Dhe ka qenë e vështirë për Abigailin kur unë kam folur rreth largimit nga jeta, që ishte një temë që ajo tashti e ka kuptuar, që e ka mësuar para 2 javë, e ka mësuar nga mësuesja në kish, kur ishte puna e largimit tim nga jeta, dhe po ja shpjegoja që nëna një ditë do t'iki në qell, edhe ajo filloi të qante me të madhe, dhe aty ishte pjesa që unë do t'i shpjegoja planin e shpëtimit. Edhe ja shpjegova atë me shumë mirësi dhe me shumë dashuri, dhe ajo më thot, nëna thot, po të paktën shko 100 vjeç dhe pastaj hik. Dhe unë i thash, do a pyes Zotin, nëse do që unë të shkoj 100 vjeç, edhe pastaj të hiki. Por para 2 javësh ajo ka mësuar planin e shpëtimit, edhe kur unë shkoj në klasë, për fat mirë ato e ka mësuesen amerikane, edhe ajo ja kishte sjell nga Amerika dhe ishte plani i shpëtimit me diçka prej drase të vogla, edhe ishim 3 botët, dhe ajo po më shpjegonte që kjo bota celestiale nëna është më e mira, aty do shkosh ti? I thash, atë e di Zoti dhe e di se çfarë pune do bëj unë sot, që shkoj nesër atje. Kështu që përpiqem që në çdo moment të tregoj për Jezu Krishtin, se sa shumë ai do, dhe edhe këto periudhë që kanë qenë smor, përpiqem shumë për t'ju folur atyre, se si të sillen me fëmijët, se si të sillen me prindërit, pavarësisht se kanë prindërit e tyre, por rruga që bëj me ta për 1 orë e gjysmë, sepse unë marr njërin nga fëmijët në shkollë, e sjell në shtëpinë time, dhe pres sa 2 ora dhe marr vajzën Abigaili, edhe e sjell në shtëpinë time dhe pastaj ikim bashkë, edhe i bie të rrim nga 2 orë bashkë. Edhe me gjithë rrugën i bëj gati 2 orë e gjysmë, kështu që gjatë gjithë kësaj periudhe përpiqem fort. Por dhe puna e mësueses është shumë e rëndësishme që fëmijët, pavarësisht meje, domethënë, por vajtja në kishe fëmijëve është, prandaj dhe në pjesën që unë citoj më shumë tek motrat që shërbejnë në fillore, është që përpiquni të jeni në kontakt gjithmonë me fëmijët.
se janë e ardhmja kishës. Kështu që s'kam bërë asnjë gjë më shumë se sa Perëndia kërkon që unë të bëj. Se punën tjetër e bën vetë ai. Është e vërtet, po unë tani po kujtoj atë që the ti që ndihesh e keq se ndoshta si kam plotësuar fëmijëve të gjitha gjërat, po kur unë e kam parë vetë që gjithmonë kujdesesh për niprit, për mbesat, po fakti që ti bën gjithë këtë punë çdo ditë, do të thënë që i merr ato nga shkolla, kjo është një ndihmë shumë e madhe për prindit edhe jam e sigurt që ja kesh përblyer fëmijëve dhe edhe ti jam shumë mirënjohës për këtë. Edhe je një gjyshe e vërtet e mrekullueshme se e kam parë. Doja që të na tregoje pak, ti fole pak për punën, tregove që nevojat që ke pasur të kanë bërë që të bësh punë të ndryshme, po do doja të dija më thënë çfarë ndikimi ka pas të jetuarit të Ungjillit në punët që ke bërë, si të kanë ndihmuar? Më thënë, unë kam bërë shumë punë në fakt, shumë punë të ndryshme, edhe për shkak të xhelozisë të bashkëshortit tim dhe nuk ka qenë e lehtë, por punët që mbas demokracisë, domethënë që kur ktheva nga Greqia, punova për 10 vjet në furbuke dhe ishte shumë e vështirë, por ajo që më mbante më shumë atje ishte sepse unë ditën duhet isha me fëmijët. Kur vinë ata nga shkolla, unë isha me ta, duhet mësoja me ta, duhet kujdesesha për ta, edhe nata ishte që ata ishin në gjumë dhe mua më dukej se ishte më e lehtë, por më e vështirë ka qenë për mua. Dhe më pastaj mu ofrua një punë si sanitare te OSB-ja. Dhe aty kam gjetur, ata nuk e dinin që unë shkoja në kishë, por ata shifnin tek mua atë që unë nuk e shifja te vetja, isha gjithmonë, dhe pse ishte një punë që unë s'duhet ta bëja, për shembull, kur kishin shumë materiale që ata duhet t'i grinin, unë ja u merrja nga duart edhe shkoja e bëja, ose kur kishin bidoni me ujë që mbaronte uji që pinin ata, e merrja bidon 20 kilsh edhe e vija aty, dhe në sajt të kësaj, domethënë, pastaj shefi im, siç janë këta shqiptarët, më çoi në një vend tjetër që kishte goxha probleme dhe ishte te Komisioni Evropian, që është te COING, dhe i gjithë ai kolektiv për 70 vetësh janë ngritur që mua të mos më largonin. Në momentin që më larguan ai kishte nevojë që më largoj, jo se unë kisha probleme punën. Kishte nevojë sepse aty ishte një institucion shumë i rëndësishëm, edhe njerëzit që punonin, që pastronin domethënë, nuk ishin korrekt. Edhe më çoi si tip përgjegjëse që mua nuk më pëlqen kur ti je përgjegjëse. U ngritën kolektivi i OSB-s, që thjesht unë isha një punëtore dhe ata ishin intelektual, që mua të më mbanin në punë. Por ajo që ndodhi ishte se mua në 18 nëntor të 2008-s mu largua mami nga jeta, edhe në 31 mars të 2009-s, 4 muaj mbas mamit mu largua babi. Edhe ata gjetën këtë shkak, që dhe pse unë deta vetëm 3 ditë nga 7 ditë që ishte, që aty ke orë më pak pune, rrogën do ta marrësh dhe nuk ma ndryshuan rrogën, do marrësh rrogën njësoj, por e ke më pak punë, edhe do jesh me qetë. Dhe kjo ishte që ju ngritën si arsye atit huaj që ishte shef aty, dhe që më larguan. Por që jam përpjek, domethënë, e kam edhe këtë nga prindët e mi, që babi im për shembull ka pas punuar në ambasadën italiane dhe babi im nuk ka ditë gjuhë, por ai merrej vesh sikur dinte gjuhë. Kjo për shkak të përurësisë së tij dhe të bindjes së tij, që i thonin ata diçka edhe e bënte, edhe pa e kuptuar. Edhe ata habiteshin, thoshin na kupton ky,
edhe bën sikur s'kupton. Edhe puna ime. Jam përpjekur gjithmonë që të shoh pozicionin tim, vendin tim dhe ta bëj atë me përulësi, me dashuri edhe me ndershmëri. Edhe kështu kam hecur, edhe kështu vazhdoj. Edhe tani që unë punoj tek presidenti i misionit, shkoj një herë në javë, edhe është një dashuri pafund, Shkoj te zyri i misionit, punoj një herë në javë, edhe imagjino të punosh mes atyre, që kur futesh atje është vetëm qetësi, edhe shumë dashuri. Dhe, më thënë, përpiqem gjithmonë, thash, të jem e përulur edhe të shikoj vendin që më takon në punën që bëj. Kjo më ka bërë, domethënë që ndoshta njerëzit të më duan, dhe pse them nganjëherë pse më duan, por që ndoshta e shpreh edhe unë dashurinë në mënyrën time të shërbimit, për të qenë domethënë ashtu siç për të pasur ato emrin që unë kam marrë mbi vete, shenjtor. Ti jesh një shenjtor, do të thotë që ti jesh i përulur, i bindur, i duruar, të duash dhe të pranosh njerëzit ashtu siç janë, edhe t'i ndihmosh edhe kur i shef që janë gabim, pa ja u cituar, ose pa i qortuar, sepse i qortimi është vetëm është mënyra e Zotit se si mund të qortoj. Unë jam e bekuar që e kam ndjek për këtë rrugë edhe që do ta ndjek. E them gjithmonë në dëshminë time, kudo që jam, që pavarësisht sfidave të jetës, do ta ndjek të kish sa të kem këmbët, që të shkoj në kish, edhe sa të kem fuqi për të folur, kudo që t'jem. Prandaj i kujtoj gjithmonë ato vargjet tek Mojësia ose vargun te doktrina e beslidhja 6:36, ku thotë shihni tek unë në çdo mendim dhe veprim dhe mos keni frikë, sepse e di që nuk jam vetëm në këtë rrugtim, edhe e di që Perëndia më do kaq shumë dhe gjithmonë më ka dashur. Pavarësisht e kam kuptuar apo se kam kuptuar unë. Po, është e vërtet që ndonjëherë duhet që të shkojmë në këto, si thua, eksperiencat, ndoshta jo shumë të pëlqyeshme në jetë, për të mësuar vërtet qëllimin ton në jetë. Edhe mendoj që çdo gjë ndodh për një arsye. Perëndia i di arsyet, ne thjesht duhet që të kemi besim tek ai, duhet që ta kemi besimin që Perëndia di çfarë po bën me jetën tona, ai po na drejton ne në rrugën e drejtë. Përpara se të flasim për një temë tjetër që është ndoshta një temë shumë personale, shumë e vështirë për ty, doja të përgëzoja që për guximin që ti ke, por edhe sinqeriteti për të folur hapur për gjëra të tilla. Edhe duam që thjesht të shkojmë direkt tek tema. Ti na ke thënë Lindita që pavarësisht se ju patët një marrëdhënie shumë të mirë me bashkëshortin tuaj, ju vendosët që të jepni fund asaj marrëdhënie, pasi kishte konflikt të vazhdueshëm me zgjedhjen tënde për të zgjedhur Jezu Krishtin, për të ndjekur atë dhe kishën e tij. Tani unë dua të dija nga fjalët e tua si e morët guximin për të bërë një zgjedhje kaq të vështirë në jetë, ndonse shumë e kanë të pamundur për ta bërë një gjë të tillë. Çfarë mund të na thuash më tepër? Në fakt, gjatë kohës që unë lexoja nga shkrimet e shenjta, gjatë kohës që isha në kontakt me dëshmitë e vetë, jo të antarëve shqiptarë në fakt, sepse ne kemi pak të vështirë të themi të vërtetën, realitetin ashtu siç është, për shkak të gjykimeve. Domethënë, ne më para mendojmë çfarë do thotë bota për ne, se çfarë Perëndia do që ne të themi, dhe unë zgjodha që të them atë që është më e mirë në sy të Zotit, pavarësisht, dhe thash që kur kam treguar historinë time në kish, sepse
Kur isha presidente e shoqatës, unë bëja 2 herë në muaj aktivitet dhe një ndër aktivitetet ishte që ne të njohim njëra tjetrën. Edhe unë tregova për jetën time, se si u njoha me bashkëshortin, se si vazhdoi jeta ime, se sfidat që po kaloja në jetën time, edhe gjërat e tjera, domethënë. Edhe për këtë, domethënë, ishte diçka që nuk e di se si humor, por që e ndjeja që njerëzit, motra, domethënë, ose edhe vlezër ka pasur që unë kur kam kërkuar ndihmë për djalin, por ne nuk mund të vim se ti ke burrin kështu dhe ti ke burrin ashtu, që për mua ishte dhe është absurde akoma. Dhe domethënë u përpoqa fort, domethënë për ta mbajtur këtë martesë, siç thash, por në momentin që ti ke dhunë psikologjike, veç dhunës fizike, zgjedhja më e mirë ishte jo vetëm ndaj meje, por dhe ndaj fëmijëve, domethënë në shtëpinë time nuk mund të futej asnjëri, në shtëpinë time nuk mund të haje atë që doje, pavarësisht se ai gjithë jetën ka qenë pa punë. Fëmijët ishin detyruar të hanin atë që u jepte ai, dhe jo më shumë. Nuk mund të rinin me shok, me shoqe, se po t'i gjente për jashta, ose kur fëmijët ziheshin, dilte në dritare dhe thoshte bjeri pse si bie, dhe kur vinte këtu kështu të ka mësuar kjo që mos të rrahësh, më thënë, dhe gjithçka pastaj kalonte tek mua. Edhe por në fakt unë gjëja që ndodhi, më thënë, i durova se thash ishte ai mentaliteti dhe nuk doja që fëmijët e mi të rriteshin pa baba, do më thënë ata e kishin pa baba, po rriteshin, por e kishin në shtëpi, kishin një si figurë. Edhe ai mentaliteti që janë 2 vajza, edhe kur gjejnë bashkëshortet e tyre do gjykohen, do më thënë shumë gjëra. Por në momentin që nëna ime ishte në spital, ka qenë për 1 muaj e gjysmë, unë për 1 muaj e gjysmë nuk jam mbledhur në shtëpinë time, sepse shkoja në mëngjes në punë, edhe në bazdite shkoja tek nëna ime në spital për 1 muaj e gjysmë. Edhe këtu ishte hariti kulmi, domethënë, ai mendonte që unë u bashkova me kishën edhe me punën që isha te OSB-ja, dhe ai aty mu hapën syt, kur thon, edhe ai e mendonte këtë si një gjë negative. Domethënë që tani unë kisha dalë nga rruga edhe po ikja në rrugë që ai si mendonte kur, i mendonte gjithmonë për keq. Sepse unë isha shkoja në punë, shkoja në kishë, merresha me fëmijët, domethënë i kushtova më rëndësi këtyre gjërave se sa atij. E lash atë që të vazhdonte në atë dramën e tij, derisa mbylli syt, dhe zgjodha të isha e lumtur, sipas lumturisë që Zoti donte që unë të isha. Dhe mbas largimit të jetë nga, më thënë, nëna më thoshte gjithmonë që të lutem ndau, sepse e shikonte, unë do më thënë njerë në 2 muaj, fillova të jipja gjak, se thash me një rok 20.000 lekë të reja, ishte shumë e vështirë, dhe fillova të jipja dhe gjak, njëherë në 3 muaj ishte, po unë jepja njëherë në 2 muaj, që si fëmijët dhe mi të mos i mungonte sadopak gjëja. Dhe mbas gjithë këtyre sakrificave, dhe kur e pash që donte më shkëpuste nga prindit, donte më shkëpuste nga kisha, dhe mua dhe fëmijët e mi,
se i çmend edhe fëmijët më thoshte që i çon në kish. Në fakt vendimin e mori ai. Por unë kthehem nga puna, gjej që rrobat në dollap nuk ishin të tillë dhe ishe mbyll në kuzhinë, në këtë dhomën që unë jam tani. Dhe ju them fëmijëve që çka ka ndodhur. Dhe më thotë që babi ka marrë rrobat e do të jetojmë vetë. Okej. Dera ime ishte, kuzhinën e dhomës ishte e hapur, dera e tij ishte e mbyllur, kjo dhoma që jam, me çelës. Dhe një ditë të bukur, domethënë, që ndoshta ishte fundi, ishte ajo që thash që vajza ishte nisur për në punë dhe në mes të rrugës i fillon një dhimbje të mërshme barku, si duket ishte një shenjë, jo si duket, po ishte një shenjë që diçka do ndodhte. Dhe ajo kthehet në shtëpi dhe kur kthehet në shtëpi, ajo gjen të gjitha librat e djegur të grisur dhe fillon duke qarë. Dhe më merr në telefon dhe më thotë, unë isha në punë, vi nga puna. Nuk e zgjata më, sepse e pash drejtimin që ai donte të jetonte i lirë, i vetëm, e bëri. Gjatë gjithë periudhës, domethënë, ushqimet i kishte në shtëpi, hante, nuk ju tham ndonjëherë kurrë që mos prek, mos bë. Në periudhën pastaj që bënim këto krishtlindje vit të ri, bënim gatuanim edhe ja jepnim dhe atij, por vendimi i tij ishte që unë dhe fëmijët e mi ishim të çmendur për shkak të kishës. Dhe kjo është për të ardhur keq, por megjithatë unë shkova në tempull par vjet, dhe bëra pagëzimin e tij, bashkimin e tij me prindrit, edhe lutem çdo ditë për të që shpresoj ta pranoj këtë ungjill edhe që shpirti i tij të prehet në paqe. Është diçka që ndoshta e kam jetuar dhe shumë veta, por nuk di, domethënë, unë e di që Perëndia Krishti janë dritë. Edhe ai nuk e shifte dritën. Nuk e shifte atë dritë që ndryshoi zemrat tona. E di ndose është e vështirë të flasësh për këto gjëra dhe unë të përgëzoj edhe një herë për guximin që ti ke. Unë mendoj që këto histori janë të vlefshme për të folur, për të diskutuar, sepse po të shohim dhe nga historia e kishës, këto gjëra kanë ndodhur. Mua më kujtohet një histori shumë e bukur, nuk e di nëse ju të dyja e dini, është nga një film në fakt, quhet 17 mrekullit, edhe është një nën me 2 fëmijë, më duket, e cila jetonte këtu në Angli, në veri lindjet e Anglisë, edhe mori udhëtimin e saj për të shkuar në Salt Lake, atje ku kisha do të organizoj. Edhe ajo kishte një bashort, në atë kohë bashorti ishte kundra kishës, ishte abuzues, edhe ajo mori udhëtimin e vështirë me 2 fëmijët e saj të shkonte në një vend të huaj edhe që të gjente paqe, sepse zgjedhja e saj ose besnikëria e saj ishte te Perëndia. Edhe një gjë tjetër që më kujtua është edhe nga Flaku Holland, i cili ka thënë diçka të tillë, ai ka thënë që besnikëria jo në jetë duhet të jetë e para Perëndia, pastaj e dyta duhet të jetë familja. Edhe unë të përgëzoj shumë që ti e ke ndjekur të këshill, e ke ndjekur gjën e duhur, edhe ti ke bën edhe gjën më të mirë tani që ke ktheur faqen tjetër, siç thot Krishti, edhe ke bërë të mirë atij duke i ofruar ungjillin, e pastaj është zgjedhja e dikujt që ta pranojnë apo ta refuzojnë. Kështu që të përgëzoj edhe një herë për këtë gjë. Unë dhe pse kisha këto probleme kur kam shkuar në tempull, ai ishte gjallë, kam pagëzuar nënën, babain e tij. Ai babai nuk e mban mend fare sepse e ka lënë 2 vjeç, por unë mora informacionet për të edhe vllain e tij. Kështu që besoj që të jenë të lumtur gjithë bashkë atje ku janë edhe të pendohet për gjërat, të gjithë bëjmë gabime, por familja është
Zoti do që familja të jetë e lumtur, sipas lumturisë së tij. Edhe unë nuk jam pishman për zgjedhjen që kam bërë, s'kam qenë kur pishman. Dhe them që se nuk di, domethënë them si ka mundësi që dhe pse jemi në kish shpeshherë harrojmë se kush jemi dhe harrojmë që kemi marrë mbi vete emrin e Krishtit dhe harrojmë të dëshmojmë sepse kemi frikë nga njerëzit. Unë kam pas bërë punë misionare kur misionarët vinin, kam bërë punë misionare dhe gjëja më e vështirë ka qenë trokitja. Trokitja në lagjen tënde, domethënë në këtë lagje që unë jam, me misionarët kemi bërë trokitje. Dhe në momenti që hapnin derën dhe më shihnin mua dhe thoshin, po çfarë do ti me këtë more, këta janë spiuna, sa lek t'japin. Edhe gjithmonë më kujtohej Jezusi u persekutua nga njerëzit e tij, nga vendi ku ai u lind e u rrit. E imagjino tashin ne njerëzit tokësorë që çfarë mund të themi dhe çfarë mund të bëjmë. Por them, Zoti është shumë i mëshirshëm dhe faleminderit që fal gabimet e mia. E më thotë që qëndro këtu, mos lëviz, as majtas, as djathtas, sepse ai është i drejtë edhe gjithmonë është plot dritë. Po, është shumë e vërtet keq që the, po mendoj që ndonjëherë njerëzit më të fortë, ata që kanë besim, edhe që Zoti ka përgatitur kanë dhe sfidat më të forta dhe këtë dëshmon dhe jeta jote. Linita, do doja që të kaloni një temë tjetër për talentet dhe hobit që ti ke, na ke thënë që punimet me dorë, grepin dhe shtizën i ke pasur talent dhe të kanë dhënë shumë kënaqësi. Si e ke mësuar, na trego pak? Po si Gjirokastrit që jemi në fakt, edhe i kemi shumë për zemër. Mami im gjithmonë ka qenë kërkuese. Gjithmonë, domethënë. Unë punoja shumë tantella, kurse motra ime ka qenë shumë e mirë në qëndisje. Edhe mami im na i dinte kështu si detyrë përveç punëve të shtëpisë, që i kishim të ndara, thoshte kur të vi unë, do ta keni bërë këtë. Edhe po mos e bëj, domethënë ishte kritike madhe. Edhe ajo këmbgulja e mamit ka qenë që ne si fëmijë domethënë duhet ishim punëtor. Edhe siç ata dhe si të dy prindërit që. Domethënë unë shikoja babin kur ai rregullonte një çezën, edhe e rregulloja unë në shtëpinë time. Për shembull edhe këtu ku tani e kam rregulluar këtë, në fakt. Por para se tashu, unë kam bërë gjithë këtë gjërat hidraulike në shtëpinë time, i kam hapur me dalte me çekiç për instalimet elektrike në tualet. Kështu që ishte vendosmëria e mamit dhe këmbgulja e mamit që ne të mësonim gjithmonë. Përveç shkollës, domethënë, përveç punëve të shtëpisë. Edhe kjo është që unë i këshilloj edhe nipat e mbesën time, që duhet ndihmojmë gjithmonë në familje, të bëjmë gjërat që ne duhet i bëjmë. Kurse gjyshja më ka mësuar si të bëhet byreku, dhe në fshat kishe një sofraj, thoshe një dras kështu trumbullakë, edhe e vinte te këmbët ajo, edhe na mësonte se si të hapnim petët. Edhe unë kam qenë shumë e dobët, edhe e vogël, dhe i thoshe, no, po të ç'bën se më thjeve këmbët, edhe ajo gjithmonë më thoshte, si jeni ju të Tiranës, nuk dini të bëni asgjë. Kështu që përkushtimi i familjes ka qenë ajo gjëja që më ka shtyr që të bëj shumë gjëra në fakt. Që kam dash, s'kam dash me i bërë, por i kam bërë, sepse duheshin bërë. I faleminderit nënës time për këtë dhuratë që më ka dhënë, midis shumë dhuratave tjera.
Shumë, mua e pam atë punimin ishte shumë i bukur, po edhe më duket shumë e vështirë, si me kaq impenjime, me 3 fëmijë e ke mirëmbajtur këtë talent, përveç gatimit të qëndisuri dhe të punuarit me grep. Tash më rrallë, sepse edhe syt s'na shohin mirë, edhe kohës kemi shumë, por kur bë një aktivitet para shumë kohësh në kish, ku duheshin shumë punime dore, qendro, me tantel, për Amerikanët. Atëherë, në fakt, na e kam bërë me pagesë, edhe kam qenë unë, motra Kashari, e nuk e di se sa motra tjera ishin, të lagjes 2, që bënin punime me tantel për Amerikanët. Kështu që ishte edhe një... Më ndihmoi për të pasur edhe një të ardhur, kur i thon, më shumë. Por tani është shuajtur kjo pjesë. Për fat keq. Për fat keq. Po. Të janë vërtet talente shumë të bukura, se edhe gjyshja ime për shumë bënte këto, si thoshim ne në jug të Shqipërisë, papuçet, ose ato çorapet. Edhe janë bërë një tani në fund. Po, më duket shumë interesante, sepse për shembull për mua dhe Nidën që nuk I kemi këto si thua talente fatkeqësisht, na duket shumë e vështirë. Ndoshta këto prodhohen tani në fabrika. Sa ju të shkretëri, domethënë me duar aty, me shumë vështirësi, përpiqeshit, edhe ajo është puna më e bukur, ajo që bëhet me dorë edhe me sakrificë. Doja të pyesja Lindita, nëse ti tani shikon të gjitha bekimet që ti ke marrë në Ungjillin e Jezu Krishtit, kë do të cilësoje si bekimi më të madh që ti ke marrë prej Ungjillit të Jezu Krishtit? Po këtë ndash. Këtë ndash, domethënë, bekimi I madh që për mua gjithmonë vjen lutjet e mia, që në mëngjes, në orën 5 të saj që unë ngrihem, është faleminderit Zot që të kam njohur. Është, do thënë, po mos ta kisha njohur, faleminderit Jezu Krishtit që ka dhënë një shembull që unë mund ta ndjek. Bekim që kam një familje edhe që përpiqem gjithmonë të jem pranë tyre. Edhe bekimi është që kam mësuar këtë Ungjill. Domethënë shkrimet e shenjta, që është vetë jeta ime. Në çdo mënyrë që ta sjellësh, është jeta jote. Kështu që nuk di, unë nuk kam një ndarje të veçantë, ose bekim që misionarët janë, edhe janë gjithmonë atje, bekim që duroj, durimi që gjithmonë I them edhe vajzës, që kot Zoti, jo vetëm vajzës, po çdo njeriu që fillon, po kam pas këtë dhe I them, kot nuk e ka dhënë Zoti durimin në fund, që I jepte në fillim. Kështu që për mua nuk ka një më të rëndësishme dhe një më të parëndësishme. Për mua është bekim vetë jeta që ka ndryshuar. S'di çfarë të them shumë. Jo, përgjigjja ishte shumë e bukur, ishte pak e vështirë për të përgjigjur, sepse kur thua që kush është më e rëndësishmja, të gjitha janë të rëndësishme, edhe është e vështirë të veçosh vetëm një. Tani, siç e the ti vetë je bekuar shumë prej Ungjillit të Jezu Krishtit, edhe me kishën e Jezu Krishtit, ti ke shkuar dhe në templull, ke bërë punë për të afërmit e tu, që dhe ata të kenë një mundësi për ta pranuar Ungjillin e Jezu Krishtit në jetën tjetër. Do të pyesja shkurtimisht, Lindita, nëse ti do kishe një mundësi tani për të folur me të dashurit e jetës tënde, për të dëgjuar dhe pranuar Ungjillin e Jezu Krishtit në këtë jetë, çfarë do t'i thoshje atyre? Cili do ishte mesazhi që do t'i jepi atyre? Mesazhi është që njiheni Perëndin. Njiheni Perëndin, sepse shumë thonë që ka një Perëndi. Njiheni Perëndin në brendësi të tij. Edhe puna në tempull, unë kam rifilluar, e kam bërë pemën familjare, edhe
kam rifilluar të rishikoj për të hedhur dhe ata që janë të gjallë edhe për të bërë atë, sa të jem gjallë, të bëj atë të plot pemën, për aq sa unë kam mundësi. Por që mesazhi im është ta pranojnë këtë ungjill edhe më shumë ta praktikojnë këtë ungjill. Domethënë, prandaj përpiqem që gjithmonë të bëj një hap para dhe pse mund të lëndohem për të parë që çfarë ndryshimi kam unë nga një njeri tjetër. Të dy jemi njerëz, por ndryshimi është atje kur ti je më e porulur dhe kur ti je më e duruar dhe kur ti shërben dhe atij që ndoshta të ka lënduar shumë. Ka qenë një mësim shumë i madh nga jeta jote dhe kam parë sa durim që ke. Ti e ke thënë gjatë bisedës, po do doja që shkurt na thoshe çfarë do të thotë për ty Lindita që ti jesh një shenjtore ditëve të mëvonshme. Që ti jesh një shenjtore, shenjtore në fakt është një fjalë shumë e madhe. Në këtë jetë asnjëherë nuk do përsoset. Por të përpiqesh fort që të lësh pas jetën toksore edhe t'jesh gjithmonë e bindur ndaj atyre mësime që ti ke mësuar, ndaj shembullit të Jezu Krishtit, t'jesh e duruar ndaj sfidave të jetës edhe të shërbesh sa më shumë, t'jesh e përulur edhe e bindur. Edhe të falësh dashuri edhe atje ku të duket e pamundur që të falësh, edhe të falësh edhe atë që ndoshta të ka lënduar më shumë se kush në jetën tënde. Shenjtorët janë që ti je shenjtor, do të jesh, nuk di, me thënë kështu popullorshe, fjalë pak e vepra shumë. Vepra të mira. Kështu mund ta përmbledh. Veç të kujtosh se çfarë Zoti bën çdo ditë ose se sa ka vuajtur Jezu Krishti për ty edhe e nxjerr vetë përfundimin e gjithçkaje. Mendoj që je vërtet një shenjtore shumë e mirë dhe realisht e kam parë, kam mundësi që të njoh nga afër, edhe kam parë sa shumë shërben, sa e përulur je. Mua personalisht më fal shumë dashuri, po edhe njerëzve, por se jo gjithmonë është e lehtë ti duash njerëzit, se ne jemi njerëz me gabime, po vërtet je një shenjtore shumë shumë e mirë dhe jam e lumtur që të njoh edhe mund të mësoj për te dhe të kem shembull. Faleminderit, edhe ju jeni një shembull për mua. Domethënë i dua shumë të rinjt. Për shkak edhe të sfidave që po kalojnë, të kohës që po kalojnë, edhe nuk është shumë e lehtë, domethënë, unë mendoj se ndoshta për ne që jemi në brezmë i vjetër është më e lehtë. Gjithmonë e mendoj këtë, por nuk e di, por të rinjt edhe fëmijët i dua sepse janë ardhmë e kishës, por që kanë atë vrullin, atë entuziazmin që kur shikon thua nuk e kam mundur ta jetoj këtë ungjillë edhe më përpara. Ndoshta do isha më e lumtur. Kështu që faleminderit për gjithë përpjekjet tuaja, për gjithë sakrificat që bëni për vete, për familjet tuaja, për fëmijët tuaj edhe për tishën. Ju jeni një shembull për mua. E besoj shumë komentet e tua dhe komplimentet, sidomos ajo pjesa që the që jemi të rinj. Ndoshta unë dhe Nida nuk ndjehemi dhe aq të rinj siç kemi qenë më parë. Por gjithsesi të falenderojmë për këtë dhe ka qenë një bisedë shumë e bukur dhe për mua që të njoh ty si një shembull i shkëlqyeshëm që ke vendosur të parën Perëndin dhe ke qenë shumë besnik ndaj tij, por edhe ndaj familjes tënde, të cilën ti e do kaq shumë. Kështu që faleminderit për kohën tënde, Lindita, ka qenë një kënaqësi. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Zoti ju bekoft.
Faleminderit. Ne falenderojmë edhe një herë të ftuaren ton Lindita Bodli dhe ju miq të dashur që ndoshë këtë episod të 49 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Ne falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën ton për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Ju mund të na ndiqni në kanalin ton të YouTube, në Spotify apo podcast. Nëse ju doni të merrni pjesë, na dërgoni një mesazh në rrjetet tona sociale ose në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com. Ju falenderoj edhe një për vëmendjen tuaj në këtë episod dhe më takojmë javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.